Përshëndetje. Zbulimet e mëdha të mjekësisë psikosomatike na shpjegojnë çfarë ndodh me emocionet tona kur ato i shtypim, ku shkojnë nevojat tona të ndryshme, çfarë ndodh me dëshirat tona që nuk guxojmë t'i shprehim. Ato zhyten në thellësi të qenies son në magazinat e psikikës son. Kur ato depo mbushen në mënyrë mbytëse, ku s'ka më vend të futësh gjë tjetër, emocionet, nevojat dhe dëshirat tona të ndrydhura depërtojnë në përdyert e këtyre depove dhe derdhen ose në gjendjen tonë psikologjike ose në trupin tonë, duke mbajtur një mesazh të fshehur. A mund të kujtoni për shembull kur ju pushtuan së qeshurat nervoze dhe mezi arritët t'i mbytni ato përpara se t'i vinte re personi i gabuar? A mund të kujtoni kohën tuaj kur ju pushtoi paniku dhe mezi arritët të ruani qetësinë dhe të mbanit ato ulërimat që mund t'i bënit? Po ato momente kur të qarat ju mlodhen në gryk dhe doni t'i nxirrni, por i gëlltitët lotët tuaja? Mund të them shumë të tjerë dhe mund të bëj pyetje të tjera. Sigurisht të gjithë kemi momente të ngjashme për të kujtuar. Por çfarë ndodhi me dëshpërimin e të qeshura që ju i mbajtët, me lotët që nuk derdhet, me britmat që nuk i bët? Dhe nëse e çmojmë dhe mëtej, çfarë ndodhi me mallkimet që nuk i shqiptuam, me dëshirat që nuk i shprehëm, me ankesat që nuk i tham? Ku humbën ato? Ku shkuan? Për psikologjinë është një jo e fortë, një jo e madhe. Natyra është e shpejtë për të mbrojtur duke vënë në duke se asgjë nuk u mbet në natyrë dhe pavarësisht nëse i quajmë lot të qeshura, një mendim apo një dëshirë, dritë, nxehtësi apo elektromagnetizëm, gjithçka mund të konsiderohet energji. Dhe energjia nuk u mbet kurrë, mund të ndryshojë. Kështu filluan zbulimet e mëdha të mjekësisë psikosomatike, duke konfirmuar se emocionet, nevojat dhe dëshirat që bien brenda nesh ose mund të gjejnë një mënyrë për të kënaqur, por përfundimisht bëhen komplekse dhe ky kompleksitet i fshet së bashku me faktorë të ndryshëm shkaktojnë sëmundje, pushtojnë sistemin ton mbrojtës. Megjithse për një kohë të gjatë, krau konservatori, shkencëtarëve dhe materialistët i refuzuan të pranojnë lidhjen e drejtë për drejtë të gjitha sëmundjeve me gjendjen tonë mendore. Njohuritë e lashta empirike të popujve nuk ushqenin asnjë dyshim për marrëdhënien midis trishtimit dhe sëmundjes. Unë do të përshkruaj disa organe të cilat e pësojnë të parat nga gjërat ose nga shqetësimet psikologjike, ta them më saktë. Stomaku i zemëruar ka mendime që mund të shkaktojë një stuhi të vërtet elektromagnetike në trupin tonë. Është e sigurt se sa më intensive të jenë emocionet, nevojat e dëshirat, veçanërisht kur ato mbeten të pashprehura, aq më të thella janë gjurmët që ato lënë brenda nesh. Dhe nëse ajo vazhdon për një kohë të gjatë, herët avon ato do të gjejnë një shteg për të rrëshqitur për të dalë në dritë, ose si neurozë, ose si sëmundje fizike. Në librin e Deepak Chopras, në librin Terapia Kuantike, ai flet për një stomak të lumtur dhe të trishtuar, për veshka të zemëruara, për qafë të friksuar, duke shpjeguar se emocionet tona përshkojnë çdo organ, molekul dhe qelisë të trupit tonë. Megjithatë, nëse mjekët që adoptojnë qasjen psikosomatike kërkojnë një faktor psikologjik, pas sëmundjes, ata që merren me metafizik shkojnë edhe më tej. Ata e shohin sëmundjen jo si një shpërthim, por si lehtësim për shpirtin që më në fund ka gjetur një mënyrë për të shprehur nevojat e tij më të mëdha. Revolucioni pozitiv. Ne shpesh refuzojmë të pranojmë se duam dashuri dhe kujdes. Më pas trupi merr përsipër të na mishërojë nevojën tonë dhe na dërgon në shtratë dhe në kujdesin e detyruar të tjerëve që ne nuk mund t'i refuzojmë më.
Nuk ka rëndësi nëse ky kujdes ofrohet nga një person i dashur, apo nga një mjek i panjohur, apo dhe nga disa infermier. Në thelb dëshira jonë më e thellë për të kthyer në një gjendje ku jemi të lirë nga shqetësimet dhe të lënë në kujdesin e dikujt tjetër, tashmë është përmbushur nga këndvështrimi i brendshëm. Sëmundja është një mënyrë për të kërkuar dashuri, për të hequr qafe përkohësisht përgjegjësitë, për të shmangur situatat e vështira, për të pretenduar dhe për të hakmarrë. Kjo fundit, sado e çuditshme që duket, është shumë e vërtetë. Shpesh një sëmundje vjen si një ndëshkim për veten tonë ose për dikë tjetër, të cilit i drejtoj mesazhin: shiko se çfarë më ke bërë, shiko se ku më ke futur. Në të njëjtën kohë, pacienti në pafuqinë e tij fiton një lloj fuqie që më në fund mund të ushtrojë atë mbi kujdesjen për veten e tij. Me pak fjalë, sëmundja është një mënyrë për të siguruar praninë më të shpeshtë të tjerëve rreth nesh. Ai ndoshta nuk është më i mençuri, por është një rrugdalje. Ashtu si rrjedhja e hundës, që shpërthen shpesh sepse e kemi mbytur aq shumë lotë brenda sa përfundojnë duke dalë nga hunda. Ashtu si kanceri, i cili sipas kësaj qasje shfaqet te njerëzit që ishin gjithmonë të gatshëm, ndihmues dhe sakrifikues për të tjerët, ose që po ndiqnin me tërbim një qëllim përfundimtar. Ata ishin besnik dhe i shërbenin detyrimeve dhe detyrave dhe madje deri në vetmohim, qoftë si shërbëtor të tjerëve, apo si perfeksionist. Ata i vendosën veten në rregulla të ngurta që nuk i lejonin t'i pushonin, të kërkonin veten, të pretendonin ose të thoshin nuk mund ta bëj ose nuk mund të bëhet. Kujdesu për mua, më duaj. Nëse këto kërkesa të psikikës, të cilat janë shtypur deri në atë pikë sa shpesh nuk janë perceptuar, nuk njihen dhe nuk respektohen, atëre ato do të rrshqasin në trup dhe do formojnë një sëmundje të rëndë si kanceri, do të krijojnë atë që vetë individi nuk ka guxuar ta bëjë, të cilët jashtëzakonisht egoist. Siç thekson Rüdiger Dahle në librin e tij Fuqia shëruese e sëmundjes, me shpërtimin e sëmundjes zbulohet një pjesë e madhe e kërkesës së fshehur të egos. Duke dalë në sipërfaqe, kjo shkakton habi të madhe në mjedisin e pacientit, sepse edhe individët më paqësor kërkojnë papritur që gjithçka të rrotullohet rreth tyre. Ajo që pacienti nuk ka guxuar ta shpresë mendimin e tij deri më tani, del nga hija dhe kërkon kënaqësinë e tij. Shpesh vorrejmë se si ata që dikur ishin punëtor, të nënshtruar, të heshtur, të durueshëm dhe kaq simpatik, ploten altruizëm dhe gatishmëri për të ndihmuar të tjerët, bëhen pacient kapriçoz dhe kërkues që i vënë të tjerët në vendin e tyre. Në realitet, ajo që na duket e çuditshme dhe kërkuese nuk është gjë tjetër veç se shpërthimi i dëshirave të tyre të ndrydhura që i kishin nënshtruar me vite, me radhë duke i dhënë përparësi të tjerëve. Mesazhet e fshehura, mekanizmat të ngjashme të brendshëm psikik, diktojnë shfaqjen e formave të ndryshme të sëmundjes, secila prej të cilave zbulon gjendje më të thella të shtypura. Caroline Moos në librin e saj Anatomia e shpirtit dhe Louise Hay në librin e saj plotëson danklen që thash pak më parë në lidhje me faktorët e fshehur mendor që shkaktojnë çrregullime duke në lojra të vogla ose rituale që kanë zënë vendin e tyre dhe që nevojiten vërtet. Le të shohim disa prej tyre. Të ftohurit. Nëse në një moment keni dashur të qani intensivisht dhe t'i mbuloni lotët duke shtypur emocionet tuaja, ka shumë të ngjarë që disa ditë më vonë kjo gjendje e brendshme të gjejë një dalje në një ftohje të keqe, ku syt ju lotojnë dhe hunda ju rrjedh si rubinet, ashtu si lotët do të dëshironin të rridhin nëse do të kishit lejuar trishtimin tuaj të shpreh atë çast. Nga shërimi i mbytur gjen një dalje në koll tuaj,
e cila si shprehje fizike ka një manifestim të ngjashëm. Nga larg nuk mund të dallohet nëse dikush dridhet nga të qarat apo nga kollitja. Vërtet, fjala ftoje sugjeron diçka që ju bëni që të ftohtit e brendshëm dhe shpesh nevojën tuaj më të thellë për ngrohtësi dhe rehati. Të mbulosh veten me rroba të ngrohta dhe ethet janë manifestime të maskuara të kësaj nevoje, ashtu si fërkimi nuk është gjë tjetër veçse një zvendësim i përkëdheljes dhe kontaktit që i duhet shpirtit. Kollitja. Edhe kjo është si një veshje, si një kamuflim. Por saj fshihen fjalë, opinione, protesta, mallkime apo deklarata që nuk guxoni të shqiptonit. Ne preferuam të mostim ato, të bënim tym, të mos u jepni rëndësi, por ato na ulën kokën. Kështu e mbytemi me një koll mbytëse që nuk na ikën. Tjetër është nxjerrja e sekrecioneve, që shpesh shoqëron me kollitje, gjithashtu me një karakter agresiv, që tregon nevojën tonë të ndrydhur për të pështyr, dhe situata ose njerëz të caktuar, një aktivitet që trupi merr përsipër të kryej në mënyrë simbolike pasi nuk ja lejuan vetes. Shpesh shkolla është një manifestim i pakënaqësisë ose ankthit që personi ndjen se ka gëlltitur shumë për një kohë të gjatë dhe tani ka arritur në një pikë ku po mbytet. Në këtë rast, organizmi në mënyrën e vet jep sinjalin për të trajtuar veten dhe më shumë butësi dhe për të mbëlsuar dhe zbuluar pak situatën që shpreh simbolikisht nga pijet e nxehta me pak mjalt. Dhimbja e gjurit. Shpesh kur diçka brenda nesh ndjehet e gjynjëzuar nga presionet e jetës, por rebelohet. Ai nuk dëshiron të gjynjëzohet para diçka ose dikujt më të fuqishëm. Ai duhet të ngrihet në këmbë apo të tregojë një farë mospërputhjeje, njësoj si gjuri që është i ngurtësuar për shkak të dhimbjes. Në të njëjtën kohë, duke qenë se ky siklet e detyron personin të mbështesë shpesh këmbën në një stol, simbolikisht i mbyt këmbët dhe i mban larg dhe kështu shpreh një goditje simbolike ndaj atyre që kanë bërë të ulet. Plagët e herpesit në buzë janë të lidhura me ndjenjat e neverisë ose dëshirën e ndrydhur të parrëfyer që vetvetja e urren. Ky është një mesazh i dyfisht pasi nga njëra anë buzët fryen duke të rrequr vëmendjen, ndërsa në të njëjtën kohë dërgojnë sinjalin larg meje. Çfarëdo që na diqte buzët, çfarëdo që na bënte të kafshonin veten për brenda, merr një manifestim fizik që të kujtojnë buzët e kafshuara intensivisht, por këtu bëhet fjalë për pranimin e emocioneve ose dëshirave të papastra dhe faljen e vetes për to. Ajo që shkakton neveri duhet të njihet. Herpesi në buzë mund të tregojë gjithashtu nevojën e personit për të mohuar intimitetin e tepërt ose për të ndëshkuar veten për lejimin e saj. Rënja e flokëve. Për traditën metafizike, rënja e flokëve korrespondon me një farë mënyre me humbjen e puplave, të themi. Është sikur të jemi të krijuar për gjëra të tjera, por i nënshtrohemi një fakti më të përbashkët. Pra nëse jeni në periudha të herpasershme të rënjes dhe të flokëve, apo një gjendje të përgjithësuar, kjo tregon një konflikt të brendshëm për shkak të nënshtrimit ton ndaj një zgjedhjeje që në ofron siguri, por që bie ndesh me atë që zemra jon dëshironte thellësisht dhe nga e cila kishim frikë sepse përmbante rrezik. Në prag të një dasme, një pozicion të përhershëm ose të marrjes së një pozicioni të qëndrueshëm, shumë njerëz që kanë një zog udhëtues brenda tyre ndjejnë se u bien krahët, u bien puplat, do me thënë ata shohin se u bien flokët, ndryshe nga ata që me kënaqësi heqin dorë nga disa liri për të ndjerë të sigurt. Veshët, zhurmat, dhimbjet, mbyllja e veshëve ose dëgjimi i kufizuar sinjalizojnë rezistencën tonë ndaj komandave të caktuara ose refuzimin tonë për të dëgjuar dhe pranuar disa gjëra. Ne nuk duam të dëgjojmë apo të bindemi. Gota është të imbushur. Nevoja më e thellë pas problemeve të veshit
është të tërhiqemi në vetvete, të dëgjojmë atë që ai ka për të thënë. Brenda gjithë kësaj ka një sinjal që na paralajmëron të dëgjojmë intuitën dhe ndërgjegjen tonë, atë zë përshpëritës që nuk dëgjohet kur e gjithë vëmendja jonë është e përqendruar në atë që thot bota. Zemra. Problemet me këtë organ jetik tregojnë tensione të forta emocionale, zhgënjimet romantike, refuzimi për të falur, faji dhe vetë fajsimi, varësia e madhe emocionale ose anasjetas, tjetërsimi dhe mbyllja e zemrës lidhen drejt për drejt me mos funksionimin e saj. Studimet e shumta kanë vërtetuar se fluksi i dashurisë dhe faljes parandalon episodet ishemike, ndërsa anasjetas, shfaqja e tyre lehtësohet kur shprehja e dashurisë është problematike. Mësimi pas problemeve të sistemit kardiovaskular përmban gjithmonë të njëjtën kërkesë më të thellë për hapjen e zemrës, mirësinë dhe pranimin. Sa më e pa rezervuar, aq edhe më mirë. Para së gjithash është vetja jonë. Këmbët. Ndërsa këmbët tona na mbajnë, ato janë shënues simbolik në mënyrë se si ne ecim në rrugën tonë të jetës. Dhimbjet, kallot, ngurtësimi i kyçeve, frakturat dhe mavjoset tregojnë gjithmonë një këndvështrim që vetja ka për drejtimin që kemi marrë. Ato mund të jenë rezistenca dhe paralajmërime ose thjesht shprehin një ngurim të thellë për mënyrën se si ecim ne në jetë. Kërkesa që trupi shpesh në këtë mënyrë e shpreh dhe nevoja për një pauzë dhe një rivlerësim të ecurisë sonë. Në rastin më të mirë, na kërkohet të ngadalsojmë pak dhe të shijojmë më shumë disa gjëra. Përndryshe, mund na jepet mesazh për këtë ndryshim edhe të plot të kursit. Duart përfaqësojnë mënyrën se si ne menaxhojmë jetën tonë, përgjegjësitë tona dhe talentet tona. Dhëmbja në duar tregon reagimin e vetes sepse ne nuk e shprehim potencialin ton të plot dhe nuk po menaxhojmë me mençuri veten dhe punën tona. A kemi shkelur kufitan? Apo nuk guxojmë të hapim krahët dhe të bëjmë përqafimin ton? Këto janë disa nga pyetjet që problemet e gjymtyrëve të sipërme na kërkojnë të përgjigjemi. Dhimbja e shpatullave dhe e qafës shpesh tregon se kemi marrë përsipër barra të rënda, më shumë se sa mund të durojmë për të ngjitur ose kemi kufizuar veten të kemi pranuar në nështrimin. Ato përfaqësojnë një lloj skllavërimi që tani ka rritur në një kufi. Dhimbja e shpatullave na pengon të ngrehim krahët nga dhimbja e qafës së mitrës te gratë dhe bllokon një zonë më të gjerë duke treguar një lloj ngurtësie që ka ndodhur me kalimin e kohës. Kërkesa më e thellë është të shohim këndvështrime të tjera, të kthehemi në drejtime të tjera dhe veçanërisht atë që mund të tregojë një vete më të lehtë, më të gëzuar, më të gatshme për të shprehur potencialin e tij më të gjerë. Problemet në anën e djathtë ose të majtë të trupit. Tradita ezoterike e lidh anën e majtë të trupit me emocionin dhe dimensionin femëror të ekzistencës dhe anën e djathtë me logjikën dhe dimensionin maskullor. Varësisht se në cilën anë të trupit shfaqet një problem, ai tregon njëkohësisht nëse pjesa jon maskullore dhe logjike apo ajo femërore dhe emocionale është ajo që ankohet. Koka. Këtu ndodhet shumica e organeve shqisore, por truri është gjithashtu selia jon dhe porta përmes së cilës bota e jashtme kalon tek ne. Pra është ajo që i çkodon të gjitha. Që nga dhimbja e kokës dhe migrena te sëmundjet e rënda që shfaqen në zonën e kokës, qëndrimi ynë ndaj gjërave që na shqetësojnë. Shpesh në vend që përplasim kokën pas murit, ne thjesht e ndjejmë atë të lënduar nga një dhimbje koke e fortë. Kjo është mënyra e trupit ton për të dërguar mesazh se jemi ngarkuar me shumë telashe ose kemi ngarkuar qarqet me diçka që kërkon shumë energji dhe me ndihmë, pa e kuptuar se duhet të lëmë gjërat të ftohen pak përpara se të marrim vendime. Miq, këto do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen. Mund të bëni dhe komente tuaja, unë i mirëpres
por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të reja që unë e therr pasere. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.